الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أثابنا بثواب الصيام والقيام ولا يقطع نعمته عنا بالمعاصي والآثام ويستغفرون لنا ويدعون ربنا لدخولنا الجنان الملائكة الكرام وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الذي قدر الأكواد سبحان الذي أجاب الدعوات سبحان الذي بعث الأموات وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Muaji i bekuar i Ramazanit kaloi dhe sot festojmë festën e Fitr Bajramit. Këtë ditë gëzimi, mëshire dhe respekti, ku festojmë banuesit e tokës dhe qiellit, festë dashurie dhe solidariteti. Si kur dje që respektuam urdhrin e Allahut xhaleshanuhu për ibadet, sot do t'jemi të gatshëm duke përfaqësuar dhe uruar njëri tjetrin, ta shtojmë edhe më shumë gëzimin dhe haren brenda familjeve tona, nga se përmes agjerimit të këtij muaji të bekuar, besimtarët manifestuan ndjenjen e respektit ndaj Allahut xhaleshanuhu. Sot në këtë ditë feste, ditë madhrimi e nderimi, bi 1 miliardi kusur musliman në katë anë të botës ngrejnë zërin e tyre lartë duke thirë Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi lhamd. Tekbireve të tyre u bashkohen edhe me laqet, edhe gjithësia. Ata edhe me këtë rast konfirmojnë se krijuesi i tyre është një, dhe se të gjithë besimtarët janë vëllezër, mes të cilëve duhet dominoj uniteti, urtësia dhe vendoshmëria. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar na mëson dhe ka puni lidhuni që të gjithë përlitarin fejnë Allahu xhaleshanuhu e asesi mos u përçani. Agjeruam edhe këtë muaj të Ramazanit, të shoqëruar me lutje dhe adhurim, këtë muaj të sakrificës e të solidaritetit, muaj i Kuranit, muaj të fitoreve të shumta të besimtarit, muaj ku në vazhdimsi ishim ngarë e të mira, me bindje thellë në Allahun xhaleshanuhu i adolëm që edhe këtë muaj të agjerojmë
dhe atë ta shoqërojmë me shumë dua, lutje, madhurim, nga se vetëm Allahu xhaleshanuhu meriton të adhurohet. Ndaj edhe sot në këtë ditë Bajramit, ju ftoj të gjithëve që të shtrini dorën e ndihmës të njëri tjetrit. Mos mungoje ndihma, solidariteti mes nesh, t'i dalim në ndihmë skamnarit, t'i dalim në ndihmë jetimit, nga se sipas Islamit i varfri ka hisen pasurinë e të pasurit. Ti gëzojmë fëmijët me sadaka me ndihmë, por qoftë edhe me një buzëqeshje, to momentet gëzimit, të harrojmë zënkat, të falim njëri tjetrin, se Zoti i don ata që falin. Shtrim dorën e pajtimit me zveti, bashkohemi drejt shurjes para të gjitha proceseve të trojeve tona ku i madhi Zot na ka krijuar dhe na ka obliguar që t'i dalim Zot këtij vendi. Te Allahu xhaleshanuhu nuk humb asnjë vepër qoftë e vogël apo e madhe, ai do të shpërblehet për veprat e mira të tij. Në fund më lejoni që uroj festën e Fitr Bajramit të gjithë besimtarëve brenda trojeve tona etnike dhe gjithë atyre që gjenden në diasporë, duke i lutur Allahun xhaleshanuhu për mirësi, shëndet. Nëpërmes kësaj feste, Allahu xhaleshanuhu na ndihmoft në realizimin e të gjitha dëshirave tona. Urime festa e Fitr Bajramit. Ela inna ahsen el kelami ve eblega nidham كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga immoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.